Do të shohim tani shkurtimisht ecurinë e tregut brendshëm valutor në mëngjesin e sotëm, ku vjetre një rritje lekë të dollarit amerikan në raport me lekun, ndërsa euro vjon tregtohet pra niveleve më të ulta historike. Sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor, Iliria 98, dollari blihet me 82.6, shitet me 83.6 lekë. Euro tregtohet në nivelin më të ulët historik, blihet me 96.2 dhe shitet me 97 lekë. Në ecurinë e frangës, edhe kjo monetë ka pasur një tendencë në rritje në raport me lekun, sikurse dollari blihet me 104 dhe shitet me 105 lekë. Paundi britanik blihet me 108.7 dhe shitet me 109.8 lekë. Dollari kanadez blihet me 58.9, shitet me 60.2 lekë. Në ecurinë e dollarit australian, kjo monedhë blihet me 53.7, shitet me 54.7 lekë. Jeni japonez është i pandryshuar, blihet me 0.53 dhe shitet me 0.56 lekë, ndërkohë lira turke blihet me 1.89, shitet me 1.99 lekë, duke humbur disa qindarka në raport me lekun. Dhe juani kinez blihet me 10.99, shitet me 11.81 lekë në mëngjesin e sotëm, sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor, Iliria 98. Do ta nisim me tregun e brendshëm valutor, ku vjetre përgjithsisht një tendencë në rritje për shumicën e monedhave në raport me lekun. Megjithatë, euro vjon të qëndroj pra niveleve më të ulta historike edhe në sesionin e sotëm, në sesionin e parë të javës, ndërsa investitorët janë në pritje të dhënave që do të publikohen më vonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat do të përcaktojnë nëse Rezerva Federale do të ulë ose jo normën bazë të interesit. Fillimisht në tregun monetar, euro ka rënë me 0.11% në raport me dollarin, këmbet me 1.1607 dollar, poundi ka rënë me 0.02%, këmbet me 1.3165 dollar amerikan përballë frangës, dollari ka fituar 0.03% të vlerës, këmbet me 0.7939 franga, dollari australian ka rënë me 0.11%, këmbet me 0.6529 dollar, dollari kanadez ka humbur 0.03%, këmbet me 0.7131 dollar amerikan dhe në raport me jenin, dollari është në rritje me 0.09%, këmbet me 154.68 yen mesatarisht. Ndërkohë në tregun e kriptomonedhave, vjetre një rritje në sesionin e sotëm, por ditën e premte dhe përgjatë fundjavës, tregu ka qenë nën presion pikërisht për shkak të frikës për një fluks të mundshme në sektorin e inteligjencës artificiale, që është i ndërlidhur edhe me tregun e kriptomonedhave. Bitcoin sot është rritur me 2.66%, por përgjatë fundjavës zbriti drejt nivelit të 93.000 dollarëve, ku kotohet në 95.922.85 dollar. Ethereum është rritur me 4.23%, kotohet në 3.202.6 dollar. Ripple ka fituar 3.31% të vlerës, kotohet në 2.27 dollar. Litecoin është rritur me 1.48%, kotohet në 97.15 dollar dhe Bitcoin Cash realizon fitime prej 3.66%, kotohet në 494.86 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërsa për sa i përket ecurisë së tregut të naftës, benchmarkët kryesor pasi u rritën me rreth 2% ditën e premte të javës kaluar, sot po qëndrojnë në rënje si një korektim i tregut. Megjithatë, çmimet vijojnë të mbështeten nga disa sulme që Ukraina ka ndërmarrë ndaj portit, një porti i cili shërbente për transportimin e naftës në Rusi, nga ku transportojë një sasi e konsiderueshme e naftës bruto. Bëhet fjalë për një port në detin e Zi dhe në këtë mënyrë autoritetet ruse kanë vendosur të ndalojnë eksportin e naftës përkohësisht. Brendi i Londrës ka rënë me 0.68%, kotohet në 63.95 dollar. Nafta bruto amerikane është në rënje me 0.78%, kotohet në 59.62 dollar dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës është në rënje me 1.24%, kotohet në 736.75 dollar. Ndërkohë në ecurinë e tregut të metaleve të çmuara, në sesionin e ditës premte të javës kaluar, ari humbi mbi 3% të vlerës, pikërisht për shkak të dyshimeve të investitorëve nëse Rezerva Federale do të ulë normën bazë të interesit. Shanset tashmë janë ulur në 50-50 për një ulje pranë muajit dhjetor nga rreth 70% që ekzistonin vetëm pak ditë më parë. Ari tregtohet në 4.093 dollar për oncë, në rënje të lehtë me 0.03%. Argjendi ka fituar 0.8% të vlerës, tregtohet në 51.09 dollar dhe platini është rritur me 0.21% dhe kotohet në 1.568.5 dollar për oncë. Ndërkohë në tregun
e aksioneve, shumica e bursave në kontinentin evropian po qëndrojnë në rritje të lehtë. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë kanë fituar 0,03 dhe 0,13%, CAC 40 i Parisit dhe indeksi Zyriut CMI janë rritur me 0,07 dhe 0,12% dhe FTSE MIB Milanos ka fituar 0,33% të vlerës. Ndërkohë në ecurin e tre indekseve kryesore në Wall Street, Dow Jones dhe Nasdaq, ditën e premte të javës kaluar janë mbyllur në rënje me 0,65 dhe 0,05%, Standard & Poor's 500 është rritur lehtë me 0,13%. Shkurtimisht do të shohim edhe ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, ku fitimet kryesohen nga sektori i shërbimeve, por njëkohësisht edhe kompanitë që kanë të bëjnë me sektorin bankar. Presim tabelën për të parë kompanitë të cilat realizojnë fitime në performancën më të mirë. Siemens Energy është rritur me 2,26%, Infineon, Heidelberg Materials, Beiersdorf dhe Airbus janë rritur nga 0,94 deri në 1,5% të vlerës. Dhe së fundmi, në kompanitë që realizojnë humbje, Kia Genka rënë me 1,27%, Daimler Truck, Deutsche Post, Siemens dhe Sartorius kanë humbur nga 0,65 deri në 0,91%. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente.